Për gjithë nonat që kanë lindë, kanë fëmijë në gjë, është shumë e mirë, shumë tradicionale dhe shumë e ushqyeshme. Të recetë po ja kushtoj mesës time që ka lindë tash nusja dhe nuk i kisha bë as i recetë për bebe, gjithmonë i përgatis nusës në darkë, trana me ca djathë. Dhe do i përgatis një trana, me dihet që tranaja është shumë e ushqyeshme për fëmijët, se është një brum i fermentuar. Do t'i fus pak vaj gjelle, jo vaj ullini, më pëlqen pak e kavërdisme. Këtë recetë kam marrë nga vjera ime, ishte përmetare, ajo e bonte edhe me pak qep, po unë jo me qep, rinja nuk pranon kështu. Do t'i hudh edhe pak lun, unë i hudhi lu kafe me t'lyn. Kavërdisja për këtë lloj gatimi do jetë sa t'jetë ngrohtë vatra të punosh avash. Unë do t'a bëj pak të plot, që të dali pak kremoze. 3 lugë i hova me moj, e përzi gjithmonë o me rrafse, vezës, o me lugë druni, po shpatull, jo lugë, që të bëhet dhe avash, të kavërdiset, që të vijë shtëpia, tranaja gjithmonë do 40 minuta me bota më siç duhet. Ja, tashti mori pak ngjyrë, ka marrë dhe erë shumë të mirë. Unë do t'i hedh ujin e ftohtë. Me sy, me hamenje, s'është e thonë, 2 gisht, bisi përfaqe të enës, do t'i hudh pak kryp, që ta mori krypën që në fillim. Edhe këtu ka morë një copë me djathë, se duhet patjetër, për bebet, djathi ka kalcium, e merë nona, po e merë dhe fëmija, dhe nona ka nevojë, se leonat kanë mungesë kalciumi, kështu që të dy bashkë. Edhe e lej të treten kështu. Tashti i hudh pak ujin e nxehtë, fillimi është gjithmonë me ujë të ftohtë. Tashti ujin duke e pa, po që se bëhet shumë e trash, i hudh pak ujë të nxehtë. Tashti do pres copat e bukës. 4 theta, kubik, jo shumë të mdoja, të mesme, që të duket dhe çapa e bukës më pëlqen. Do të shtoj dhe pak me ujë. Se e kuptoj që filloj një të poshtë ajo, kur është pak e trash, qulli. Do t'a shoh dhe i qik për kryp. Jo, kryp s'ka fare, e kërkon krypën. Tashti do t'a lëm nja 2 minuta, po që shumë e trash e shtoni, unë do t'a bëj pak si krem. Si që është, pak kremoze, më pëlqen pak e lidhme. Kur buka nuk është shumë bajate, si që kam unë sot, vjera ime ja hite ja dhe ena që unë përdor për transportin e rrugës. I hudh copat e bukës, kështu, si që janë, nuk i vej në zjarr, po që bukë e fort i jep nja 2 val, kjo është bukë jo shumë e fort, për bukët taze, zakonisht përdoret në këtë mënyrë. Tashti kam bo hazër vojnë e ullinit, Edhe kjo le t'jetë e ujshme. Buka e përthith, një vakt shumë i mirë,